Po nëse dikush nuk ka mundësi financiare për të bërë kurban, çysh shihet kjo në Islam? Ngjaj shumë me haxhin që tham. Po, Shumicën e muslimanëve nuk i kemi haxhi. As nuk arrin me kryer haxhin sepse për haxhin Zoti ka thonë limen istata ilayhi sabila. Do të thonë haxhin e kanë obligim ata të cilët kanë mundësi, do të fizike edhe materiale për të shkuar në Mekë, pra në Qabe atje edhe për ta kryer haxhin. Ata që s'kan mundësi, pra nuk janë të obliguar. Ngjaj shumë edhe me çështjen e kurbanit. Kurbani është më së vërtetë që është e udhës në këtë ditë përderisa çenka siç thash, vepra më e mirë që mund ta bën besimtari dhe besimtareja, domthonë në ditën e kurbanit, është pra therrja e kurbanit. Por gjithmonë edhe therrja e kurbanit është me aspektin e mundësisë. Por çështja e mundësisë tash është kisha me thonë çështje pak relative dhe kush se si i llogarit se sa kemi, sa s'kemi mundësi. Ndoshta për disa familje mund të jetë edhe ngarkesë, por mendoj se për shumicën tonë sot nuk është edhe prej domthon ngarkesa e të sepse në këtë aspekt pejgamberi sa na ka porositur në një hadith dhe ka thonë: ai që ka mundësi të therr kurban e nuk e bën këtë, thot mos t'i afrohet faltores son. Me një fjalë në ditën e Bajramit, po edhe në ditëve tjera. Nëse i ke mundësi të therrës kurban, tu e pas parasysh se çfarë vepre qenka dhe sa është e domon e preferueshme, atëherë është e udhës vërtet për arsye të thjeshta mos ta lëm. Për atë po them, prap nuk është se është farz i domosdoshëm, nuk është farz domon për besimtarët, por nëse i kemi kushtet është e udhës vërtet ta realizojmë. Por prap po them, duhet ma shumë prap me qenë të angazhuar me këtë kurbanin tjetër që e përmenda, e që na përcjell për çdo ditë e javë, e muaj, e vit, domthon të jetës. Prandaj inshallah Zoti ja mundson gjithë atyre që kanë mundësi të therrin kurban sot e nesër e mas nesër. Po ata të cilët nuk kanë mundësi, atë na e dim se në njëjtën kohë jo rastisht ne që therrim kurbani domosdoshmërisht është ai që i dashur me i bë bashkëpjesëmarrës të gjithë ata të cilët eventualisht nuk kanë thirrë kurban. Me i bërë bashkëpjesëmarrës pra të gjithë të varfrit që i kemi në rrethin ton, madje edhe gjithmonë duke e bërë hapin drejt tyre ne e në asnjë mënyrë jo me i prit ata me na kërku, po gjithçysh ne. Po edhe posa asaj ibadetet në Islam, të gjitha ibadetet është interesant që nuk e kanë atë kuptimin e tyre thjesht vetëm religjioz me e quajt e që është ai relacioni apo vija vertikale mes robit edhe Zotit. Po çdo ibadet, çdo adhurim në Islam e ka edhe aspektin e dimensionit horizontal, që është njeri. E që në këtë rast edhe ibadetet tjera, po ndoshta s'është koha mu zëru shumë, përpos pra adhurimit që e bëjmë çdo vepër, çdo adhurim që e bëjmë, ne e bëjmë ekskluzivisht së pari pse Allahu na ka porositur edhe e synojmë kënaqësinë e tij. E bëjmë për hir të tij e të askujt tjetër.